veçmëritë si çdo herë. Pra, ideja pse po mblidhemi në këto seanca apo në këto vazhdime të seancave konstitutive është që të votohet kryesia e kuvendit në mënyrë që përfundimisht pra të themelohet edhe apo të konstituohet kuvendi dhe të vazhdojmë tutje edhe me formimin e qeverisë. Pra këtë e parashek kushtetuta, kjo është arsyeja pse po mblidhemi. Problemi qëndron në faktin që përkundër asaj që ne si subjekt fitues kemi zbatuar gjitha obligimet kushtetuese, duke filluar nga propozimi i kandidatit, votimi për pjesëmarrje në gjitha seancat me gjithë deputetët, kemi pa që nga opozita apo nga partitë parlamentare tjera opozitare ose nuk kanë marrë pjesë fare në votim, ose votojnë kundër, kështu duke refuzuar pra obligimet kushtetuese për konstituim të kuvendit, pra të cilat janë përgjegjësia e gjithë deputetëve. Këtu 48 ora kemi biseduar me dikant prej partive, prej deputetëve personalisht për me Po besoj e keni pa, gjitha tentativat tona kanë qenë edhe publike transparente, pra janë bërë edhe në media pra janë paraqit që ne kemi tentu gjejmë forma dhe mënyrat bashkëpunimit, kemi ftu partitë politike për të diskutuar për konstituimin e kuvendit, pra jo vetëm kryetarin, pozitën e kryetarit, por edhe të nënkryetarëve, sepse edhe ato duhet votuar me 61 vota, pra duhet shumicë parlamentare për to. Kemi pa që nuk ka fort mirëkuptim se ka parti që ose insistojnë pra në ndryshim të kandidatëve, por jo duke dhënë ndonjë informat ose arsye konkrete se pse duhet të bëhet kjo, apo kemi pa dhe raste siç është LDP apo partitë tjera që refuzojnë fare pra të marrin pjesë qoftë takime, qoftë votime. Shpresojmë që sot pra do të ketë reflektim në mënyrë që të ecë tutje edhe të konstituohet. Ka një takim sot